Përse njerëzit kur dëgjojnë fjalën network marketing mendojnë direkt mashtrim, skem piramidale dhe ponzi? Përse ndodh kjo? Sepse shumica nuk kanë informacionin e duhur ose gjykojnë nëpërmjet eksperiencës që kanë parë nga persona që nuk e kanë bërë këtë punë në mënyrën e duhur. Sot dua ta shpjegoj. Skema ponzi është kur i merr para personave të ri për të paguar personat e tjerë, pa një produkt real dhe pa një vlerë reale. Një skem piramidale fokusohet vetëm te rekrutimi, ndërsa network marketing ka produkt real, ka shërbime, ka konsumator real dhe fitimet i kemi nëpërmjet shitjes dhe ndërtimit të një strukture. Network marketing nuk është magji, nuk është të bëhesh i pasur brenda natës, por është një biznes që do punë, do durim dhe do disiplinë si çdo biznes tjetër. Network marketing të mëson komunikimin, të ndihmon me rritjen personale, të ndihmon me rritjen profesionale, të ndihmon të bëhesh një leadership, të kesh shitje dhe të ndërtosh jo vetëm një rrogë bazë. Problem nuk është industria, problem janë personat që futen pa u edukuar, pa pasur personin e duhur që t'i trajnojë dhe të ecin përpara. Pa qenë edhe në vendin e duhur. Nëse ti do të bëhesh pjesë e një sistemi dhe të krijosh një të ardhur ekstra edhe më shumë nëpërmjet telefonit, më shkruaj.